Një duar trofitje të madhe për Lutën dhe ekipin tonë Gjelanit. Mirë mbrëma, mirë mbrëma Gjelan, Anamarov, mirë mbrëma qytet i punës, i dijes, i qëndresës së qetë. Flasë shtu mes jush, për mua nuk është asnjëherë akt i zakonshëm politik, është përgjithësi sepse Gjelani nuk është një qytet i zhurmës, është një qytet i peshës madhe, nuk është qytet i improvizimit, është qytet që kërkon drejtim. Këtu njerëzit punojnë barë, sepse kanë jetuar gjithmonë në barë, jo me fjalë thata, por me punë të drejtë. Këtu shpresa që kërkojmë nuk pranohet si emocion i qasit, po kërkohet si projekt serios për jetë më të mirë në Gjelan dhe Anamarov. Gjelani është qytet kufiри. Gjelani është qytet i kufirit, qytet i arsimit, qytet i shëndetësisë, i tregtisë, i bujqësisë, i familjeve që kanë jetuar gjithmonë nga puna ndershme dhe nga përpjekja vazhdueshme për ta mbajtur këtë rend në këmbë. Prandaj edhe lidhja e Gjelanit me lidhjen demokratike të Kosovës nuk ka qenë asnjëherë rastësore, nuk ka qenë as e zhurmshme e as emocionale, ka qenë lidhje vlerash, lidhje bindjesh dhe lidhje besimi në Republikën e Kosovës. Prandaj ju falenderoj për këtë pritje të madhe që i bëni gjithmonë LDK-s tuaj e LDK-s tonë. Por sot duhet të themi me gjithatë hapur se Gjelani dhe e gjitha Anamarova nuk po jeton në përputhje me potencialin e madh që ka. Një rajon me pozitë jashtëzakonisht mirë strategjike, me tokë shumë pjellore, me rini shumë të aftë, me traditë arsimore dhe me lidhje natyrore drejt lindjes dhe lindjes, është lënë në hije nga politikat zhvillimore të një qeverie të paaftë qendrore. Dhe kjo nuk është ndodhi e rastishme, është pasojë direkte, e drejt për drejt, e mungesës së vizionit shtetëror dhe një qeverisje që ka humbur sensin e parazisë territoriale. Duhet ta themi qartë, duhet ta themi pa hezitim, se viti i fundit ka qenë vit i blokadës institucionale në Kosovë, gjithsa 4 vitet e fundit kanë qenë vitet humbura për Kosovën, por në veçanti për Gjelanin dhe për Anamarovën. Institucionet e Kosovës janë paralizuar, ku vendi ka humbur rolin e vet kushtetues. Vendimarrja është centralizuar, e dialogu i përgjithshëm shoqëror është zëvendësuar me një konflikt vazhdueshëm dhe të panatyrshëm për popullin e Kosovës. Energjia jonë, e shtetit, e qytetarëve, e politikës nuk është përdorur për zhvillim, por për përplasje politike. Dhe kur shteti përplaset, kur shteti bllokohet, qytetari e ndjen i pari pasojën, dhe Gjelani e ka ndjerë këtë pasojë. Ju, dashur qytetar, familjet e juaja, sot po përballen me rritjet vazhdueshme të kostos jetesës. Çmimet po ju rriten secilën ditë, ndërsa të ardhurat e tuaja kanë ndjekur një cikël stabiliteti tash sa kohë. Ndihma sociale nuk mjafton, politikat për familjen kanë qenë fragmentuara
dhe kryesisht pamjaftueshme. Le ta themi qartë, një prind në Gjilan mendon çdo muaj si ta mbyll muajin e vet, si t'i shkolloj fëmijët, si t'i mbaj në vend dhe si të mos i detyroj të ikin ata nga vendi i tyre. Pra, kjo nuk është thjesht një krizë ekonomike, është krizë e vetë shpresës. Të rinjt e Gjilanit janë ndoshta grupi më i goditur. Ata studiojnë, diplomohen, por nuk shohin perspektivë në Gjilan. Nuk ka punë garantuar, nuk ka programe të mirëfillta, nuk ka treg të punës dhe për të rinjt e Gjilanit kjo është edhe më vështirë, sepse neglizhenca institucionale, territoriale i shtyn ata drejt një zgjedhje të pazakonshme, dhëmshme, që është ose ikje ose stagnim në qëndrim. Kjo është humbje për ta, është humbje për familjet e tyre, po para së gjithash është humbje për ne, për shtetin e Kosovës. Të moshuarit, po jetojnë pa pensionet dinjiteshme, njerëz që kanë ndërtuar këtë vend, që kanë punuar gjithë jetën, sot mezi përballojnë shpenzimet pas. Bizneset e vogla dhe të mesme po përballen me pasiguri, me mungesë mbështetje dhe me politikat pasharta. Në Gjilan, ekonomia lokale, ekonomia qytetit mbahet kryesisht nga biznese familjare, nga përpunimi i produkteve, nga tregtia, nga prodhimi, nga bujqësia e blegtoria. Por këta sektor janë lënë pas strategji, pa subvencione të ndryshme e pa treg sigurt. Dhe këtu vjen problemi më i madh, qytetet sikur se Gjilani me gjithë potencialin e vet janë lënë në harres. Prandaj, dashur qytetar Gjilanit, kjo betejë nuk është më betejë vetëm për një fushat, as për një mandat, është betejë për fatin e tardhmës së familjeve tona. Gjilani dhe Ana Morava gjithmonë kanë qenë ndër rajonet që kanë ndjerë shumë neglizencën institucionale. I keni parë se sa investimet janë përmendur, por janë shpërndar shumë pak ndej. Infrastruktura famshme është përdorur si slogan, po jo si plan konkret. Dhe një rajon që nuk lidhet mirë me pjesën tjetër të vendit, natyrisht se mbetet mbrapa. Dhe këtu qëndron thelbi i çështjes, autostrada e famshme e Ana Moravës. Autostrada e famshme e Ana Moravës është marrë. Është marrë për Gjilanin, është marrë për Kosovën. Sepse kjo autostradë nuk është luks, nuk është as projekt periferik, nuk është as çështje zgjedhore, është projekt strategjik kombëtar i qytetarëve të Kosovës. Është çështje barazie territoriale, është drejtësi zhvillimore për një rajon të tërë që ka dhënë shumë e ka marrë shumë pak. Është lidhja infrastrukturore që nxjerr Gjilanin nga izolimi relativ dhe e shndron gjithë këtë anë, në një nyje ekonomike, tregtare, logjistike të Kosovës. Pa këtë autostradë, Ana Morava mbetet treg lokal, i kufizuar dhe i varur. Me këtë autostradë, Ana Morava bëhet korridor zhvillimi, bëhet hapësirë atraktive për investime, për industri të lehtë, për pojësi e çka jo tjetër. Prandaj lejoni t'ju zëtohem sonte këtu nga Gjilani. Unë këta kandidat këtu pas meje dhe të 110 kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, se autostradën e lën në lloj tash e 50, do ta përfundojmë më pak se 20 muaj në qeverinë e ardhshme, me prioritet absolut. Do ta bëjmë me prioritet, unë dhe ekipi ynë do t'jenë në teren për ta bërë këtë rrugë të mundshme realitet. Për Gjilanin, për Kamenicën, për Preshevën, Medvezhën e Bojanovsin padyshim, një lidhje e shpejt e dini qartë nga Kamenica në Gjilan deri në Prishtinë, jo më shumë se 23 minuta kohë, ky do t'jetë qëllimi ynë infrastrukturor në Kosovë. Do të themelojmë me njëherë Ministrinë e Familjes dhe Mirëqenies, në mënyrë që familjes kosovare të japin mbështetje në çdo etapë të rritjes, zhvillimit të kësaj familje. Dhe më lejoni zëtojmë këtu, para jush, se me Ministrinë e Familjes dhe Mirëqenies
nga 200 euro në muaj për vitin e parë, pra 2.400 euro për një vjet, do t'i jipen secilës familje me fëmijë në vitin e parë të lindjes së tij ose saj. Pra 2.400 euro për secilin posalindur në Kosovë, në mënyrë që asnjë familje dhe asnjë fëmijë mos përballoj kostën e lartë jetesës që në vit të parë. Dhe për çdo fëmijë tjetër, nga mosha 1 deri në moshën 16 vjeçare, qeveria jonë, qeveria ime, kabineti im e parlamenti ynë do të ndajnë nga 50 euro çdo muaj, secilin muaj, nga mosha 1 deri në moshën 16 vjeçare, sepse fëmijët janë pasuri e jonë kombëtare. Gjilani është po ashtu qytet i arsimit, i mësuesve, i shkollave dhe i dijes. Por sot mësuesi edhe i Gjilanit dhe i Kosovës është i lodhur, është i nënvlerësuar, prandaj kemi paraport të rrisim pagat për mësuesit tonë. Pagë 1.000 euro në muaj për secilin mësues, kudo në Kosovë, Gjilan, Nana Morov, gjithandej Kosovës, 1.000 euro në muaj për një mësues që shndërrohet nga një simbol i rezistencës së 90-tave në një motor zhvillimor për të ardhmen e Republikës. Do ndajmë dhe mjete për qerdhe e për mësim tërditor, 50 qerdhe të reja në Kosovë, patjetër dhe në Gjilan këtu mes jush, dhe mësimin tërditor, atë program që sot e zoton e përmend secila parti e secila komun, e ka bërë vetëm një qytet, Prishtina, vetëm një parti, Lidhja Demokratike e Kosovës, e kemi bën Prishtinë, do ta bëjmë në Gjilan. Lejoni që këtu para jush të zotohem edhe për pensionistët e Kosovës. Ata që na kanë mësuar traditën, besimin, sjelljen, gjuhën, kulturën, ata që na kanë rritur, na kanë lënë këtë shtet, duhet të trajtohen me dignitet nga ky shtet. Shteti është i tyre, ka qenë i tyre para sa të jetë joni, por ne është domosdoshmëri kombëtare, kujdesini për matmoshuarit tonë. 150 euro pension nuk do të ketë më, rritje 100% për pensionet, nga 150 euro në 300 euro për pensionistët e Kosovës. Më duhet të flas dhe për ata që i keni për zemër, për rinin e Kosovës. Njerëz të aftë, të talentuar e me plot shpresë, më lejoni t'ju paraqes programin kombëtar për punësim të garantuar. Nuk do të ketë të ri ose të re, të posadiplomuar pa punë të garantuar nga shteti i Kosovës. Punë për secilin që diplomon, 500 euro rrogë për 6 deri në 12 muaj, me fillim e më pas shohim në vazhdimsi. Dhe për 40.000 të rinj të reja të tjera, do të keni trajnime në mënyrë që të keni paga të dinjitetshme me profesionet të kërkuara, punë nga Kosova për në Evropë, parët Evropës Kosovë, fëmijët e rinin tonë këtu brenda Kosovës për të jetuar këtë vend të begatshëm. Dhe natyrisht, zhvillimi i Nana Morovës lidhet dhe me sigurinë energjetike. LDK-ja është vetmja parti që ka në program të vetin ndërtimin e centralit me gaz amerikan në Kosovë, Nana Morove në këtë anë, patjetër dhe gazifikim, por më lejoni t'ju them, kam dëgjuar se duan të rrisin çmimet e faturave të rrymës të energjisë elektrike edhe një herë. Këta deputeton, kjo listë për 110, qeveria ashme nga ne, nuk do të lejoj asnjëherë rritjen e çmimit për energji elektrike më. E kanë rritur vazhdimisht, kanë blerë energji, koha është të provojnë krijojnë këtu në Kosovë. Dikush Kosovën vështën garë, kush pe bon ma keq, kush pe bon qeverisën ma keqe, kush është ma abuzus, kush është ma hajni dhe kush është aj ma denigrusi. Te ne edhe gjithmonë populli thot, aj që bon me gisht drejtim të tjetrit, mundohet me mbulu hajnit e veta. Kjo situatë u bo e pa tolerueshme. LDK-ja me Lumira Abdizikon, LDK-ja me Lumira Abdizikon, kryeministër, nuk merr pjesë në garën e matkeqet, nuk merr pjesë në garën e pështymës, nuk merr pjesë në denigrim, po
por ai sjell në Gjilan sonte shpresën. Shpresën për një qeverisje të mirë, të hapur e transparente, shpresën për një Gjilan i cili fiton mundësi, kujdes dhe zhvillim ekonomik, stabilitet politik. Dhe mbi gjitha besimin tonë në mision pathyeshëm që e la amanet presidenti Ibrahim Rugova, cilit i falemi Zotit presidentit tonë që i falmi çdo ditë për të mirat që na i la, për vlerat që na i la. Amaneti i tij më i madh është rune LDK-n, rune Kosovën, rune marrëdhënie të veçanta me Bashkimin Evropian si vlerë, si shtëpi e përbashkët dhe ndërtoni marrëdhënie speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rune dhe dune njëri tjetrin, shtëpia jonë është e përbashkët dhe ne duhet i mësojmë duke bë kompromise si vlerë, duhet i mësojmë të bashkëpunojnë, duhet i mësojnë të punojnë dhe ta duan atë dheun ma shumë se vetën e tyre, ma shumë se përkatësinë e tyre. Të dashur bashkëpunëtor, bashkëqytetar, sonte jam i nderuar, jo vetëm të dëshiroj mirëseardhje modhe kryetarit ton, i cili është doktor shkencë në ekonomi. Nuk e bjen shpresën me titullin shkencor që e ka, po e bjen besimin për një Kosovë të zhvilluar dhe për një Ana Morave cila po pret që 5 vite në terë, në mundësi që të përfiton dhe ta merr atë që vetëm i takon. Ato mjetet që janë në pritje, ato mjetet që nuk shohen vetëm për inat.